Dashi. Sot, energjia juaj ndriçon si një yll i ndriçëm, duke sjellë mundësi të reja në horizont. Në punë, projektet e reja dhe bashkëpunimet do të kenë sukses, duke kërkuar vetëm përkushtim dhe kreativitet. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të sjellë afërsi më të madhe me partnerin ose do të hapë dyert për njëri të reja. Financat tuaja kërkojnë vëmendje të veçantë. Shmangni shpenzimet impulsive dhe përqendrohuni në kursime afatgjata. Ndërsa dita rrjedh, shijoni momentet e vogla, sepse ato do t'ju japin paqe dhe gëzim të vërtetë. Kujdesuni për veten dhe shëndetin tuaj, duke gjetur kohë për të medituar ose për të bërë stërvitje. Sot është dita për të ndriçuar më fort dhe për të realizuar potencialin tuaj maksimal. Demi. Sot, zemra juaj ndihet e mbushur me ndjenja të thella dhe ndjeshmëri e veçantë. Në dashuri, ndoshta është koha të hapni zemrën dhe të flisni hapur me partnerin tuaj, sepse ky dialog mund të sjellë harmoni. Në punë, sfidat e vogla kërkojnë vëmendje dhe durim. Mos nxitoni për të marrë vendime të shpejta. Financat mund të kërkojnë kujdes, prandaj mendoni 2 herë para se të bëni shpenzime të mëdha. Një shëtitje në natyrë mund t'ju japë frymëzim dhe qetësi të brendshme. Lejojini vetes momente qetësie për të reflektuar mbi qëllimet personale. Njerëzit ju sugjerojnë të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm dhe të ndiqni intuitën, që sot mund të jetë aleati juaj më i mirë. Binjakët. Në këtë ditë të veçantë tetori, do të ndihesh si një frymë e freskët që sjell energji dhe optimizëm. Në dashuri, hap dyert të zemrës dhe lejo që komunikimi i sinqert të udhëheqë rrugën. Një bisedë e thjeshtë mund të shndërrohet me një lidhje më të thellë. Në punë, vjen një mundësi për të treguar aftësitë e tua krijuese. Shfrytëzo këtë mundësi për të shkëlqyer dhe për të bërë përshtypje pozitive tek veprorët. Financat do të jenë në një fazë të qëndrueshme. Qëndroni i kujdesshëm në shpenzime të panevojshme, duke ruajtur një ekuilibër. Sot do të ndihesh i frymëzuar dhe i mbushur me një ndjenjë qetësie. Lejo vetes momente reflektimi dhe vlerësimi për arritjet e tua. Momente të vogla gëzimi priten. Gaforia. Sot përqendrohuni në ndjenjat tuaja të brendshme dhe dëgjoni zërin e zemrës. Kjo është një ditë e mrekullueshme për të rigjetur harmoninë në lidhjet tuaja personale. Një bisedë e sinqertë me dikë të dashur mund t'ju sjellë një kuptim të ri dhe një afrim më të madh. Në punë, përpiquni të mos merrni vendime impulsive. Mendoni 2 herë para se të veproni. Sa kaq, aspektet financiare kërkojnë vëmendje dhe disiplinë. Kontrolloni shpenzimet e vogla që mund të mblidhen. Energjia qiellore ju dhuron një ndjesë ngrohtësie dhe optimizmi, duke ju kujtuar se jeni në rrugën e duhur. Ndani këtë energji pozitive me të tjerët dhe shijoni magjinë e ditës duke ecur ngadalë por sigurt drejt qëllimeve tuaja. Luani. E sotmja vjen si një fllati i freskët që fryn drejt horizonteve të reja. Ëndrat tuaja profesionale mund të marrin hovë nëse tregoni guxim. Një bisedë e sinqertë me një koleg mund të çojë në përparime të papritura. Në çështje të zemrës, hapni zemrën dhe tregoni vlerësimin tuaj për partnerin. Nëse jeni vetëm, një takim i rastësishëm mund të ndezë shkëndija. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përpiquni të kurseni për të ardhmen. Energjia juaj e brendshme është e ndritshme, duke ju mbushur me optimizëm dhe besim të palëkundur. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të gjeni kohë për reflektim. Lejoni mendimet pozitive të ndërtojnë themelet e sukseseve të ardhshme. Sot është dita për të shkëlqyer dhe për të ndjekur ëndrat. Virgjëresha. Sot është koha të ndalesh dhe të reflektosh mbi atë që vërtet dëshiron në zemër. Në çështjet e dashurisë, një bisedë e qetë dhe e sinqertë mund të kërkojë vëmendjen tuaj. Hapi i parë është të dëgjoni, sepse fjala e partnerit mund të ketë një mesazh të rëndësishëm. Në punë, energjia juaj është në rritje dhe intuita ju ndihmon të shihni rrugë të reja për të arritur suksesin. Bëni kujdes me shpenzimet, pasi impulset e momentit mund të çojnë në vendime të gabuara financiare. Mendoni 2 herë para se të investoni. Shëndeti emocional kërkon pak kujdes. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ofrojë qetësinë e shumëpritur. Beso në rrugëtimin tuaj dhe mos humb shpresën. Dashuria. Sot, universi të fton të ndjesh baraspeshën mes përkushtimit tënd dhe nevojave personale. Në dritën e 9 tetorit, marrëdhëniet personale lulëzojnë, duke të ofruar mundësinë për të lidhur më thellë me ata që i çmon. Në punë, do të ndihesh i frymëzuar për të ndjekur projekte që kërkojnë kreativitet dhe vendosmëri. Mos hezito të shprehësh idetë e tua, sepse ndikimi yt është më i madh se sa mendon. Financat kërkojnë një qasje më të kujdesshme. Planifiko me zgjuarsi për të ruajtur ekuilibrin. Nëse ndjen një lloj lodhje apo stres të lehtë, kërko shpëldhje përmes momenteve të qeta me libra apo muzikë.
Lejo natyrën t'i mbush ndjesitë tua me qetësi e harmoni. Energjia pozitive të shoqëron. Akrepi. Dita e sotme do të ndriçojë me energji të reja dhe ndjesi të reja. Në marrëdhënie të zemrës, është momenti ideal për të treguar më të ndjeshëm dhe të hapur ndaj partnerit. Bisedat e thella do të sjellin afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, qëndroni të përqendruar dhe mos lejoni që shqetësimet e vogla t'ju pengojnë. Intuita juaj e mbredh do t'ju udhëheqë drejt suksesit. Financat kërkojnë pak kujdes, por mos keni merak, gjithçka do të stabilizohet me kalimin e kohës. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të merrni pak kohë për të reflektuar mbi arritjet tuaja. Dita ofron mundësinë për të rigjetur harmoninë shpirtërore. Kjo do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë me më shumë qetësi dhe besim. Shigjitari. Dita e sotme sjell energji të reja dhe mundësi për të zgjeruar horizontet. Kujdesu për detajet në punë dhe ruaj qetësinë përballë sfidave të vogla. Një projekt që ke lënë pas dore ka potencialin të sjellë përfitime financiare, ndaj mos hezito ta zhvillosh. Në dashuri, dëgjo me vëmendje partnerin dhe përpiqu të kuptosh mendimet e tyre më të thella. Nëse je beqar, një bisedë e papritur mund të shndërrohet në diçka më shumë. Të qenit i hapur ndaj gjërave të reja do të sjellë kënaqësi të veçanta. Bëjnë një shëtitje në natyrë për të rifreskuar mendimet dhe për të rifituar ekuilibrin e brendshëm. Beso në rrugëtimin tënd dhe lejo që zemra të udhëheqë, sepse sot është dita për të ndritur. Britsjapi. Sot, energjitë kozmike të përqafojnë me një ndjesi qetësie dhe ekuilibri. Ndoshta do të ndiheni të frymëzuar për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Në punë, është koha e duhur për të diskutuar idetë tuaja me kolegët apo e prorët. Do të vlerësohen për origjinalitetin dhe prakticitetin e tyre. Në çështjet financiare, qëndroni të kujdesshëm ndaj shpenzimeve impulsive, por mos hezitoni të investoni në diçka që do t'ju sjellë kënaqësi të qëndrueshme. Zemra juaj mund të rrahë më shpejt sot. Hapja ndaj ndjenjave romantike mund të sjellë momente magjike në marrëdhëniet personale. Përkushtojuni aktiviteteve që ushqejnë shpirtin, si një shëtitje në natyrë apo një bisedë me miq të ngushtë. Kujtoni se qetësia e brendshme është qelësi i lumturisë suaj. Ujori. Ditë ndritshme, ku emocionet dhe mendimet do të përkojnë në harmoni. Në dashuri, harmonizimi i nevojave me ato të partnerit është qelësi i suksesit. Merë kohën për të dëgjuar dhe për të kuptuar më thellë. Në punë, ndjehesh i motivuar dhe i inspiruar për të nisur projekte të reja. Mos hezito të eksplorosh ide inovative, por mbaj një sy të hapur për detajet. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu në kursime për të ardhmen. Ndjenja e qetësisë dhe mirëqenies mbizotëron, duke të dhënë energji për të përballuar çdo sfidë. Shije çastet e vogla dhe kujto se çdo ditë është një mundësi për të rritur shpirtërisht dhe emocionalisht. Peshë. Dita e sotme sjell një ndjenjë të butë reflektimi dhe dëshire për qetësi. Në punë, mos u ngut për të marrë vendime të rëndësishme, por përpiqu të fokusohesh në detajet që shpesh anashkalohen. Nëse ndiheni të mbingarkuar, një pushim i shkurtër mund të rigjallërojë energjinë tuaj. Në çështjet e zemrës, ndoshta është momenti për të ndarë ndjenjat e vërteta me partnerin, duke ndërtuar një komunikim më të hapur dhe të ngrohtë. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Intuita juaj është e fortë sot, besojini instinktet tuaja kur merrni vendime. Natyra ju thërret, një shëtitje në natyrë mund të sjellë paqe dhe qartësi mendore. Kujdesuni për veten, sepse energjia e brendshme është sesari juaj më i çmuar.